Fushata e korrjes së grurit dhe drithërave që ka nisur në mes të qereshorit dhe përfundon në fillim të kushtit, në Myzeqe po shoqërohet me zjarre. Pothuajse në çdo parcel bujqësore, pas korrjes vjen zjarri. Dhe ky i fundit shpesh ka përsengartur në fermeri, duke djegur të mbjellat e bujqve, madje edhe shtëpi dhe njerëz, siç ishte rasti i Drizës që çoi drejt burgut një 20 vjeçar. Të dhënat nga repartit zjarfikse të Firit, Roskoveci, Divjakës dhe Lushtjes konfirmojnë se në këtë periudhë, rastet e zjarreve në parcela apo kanale anësore të rrugëve rurale janë të përditshme. Bashkia e Firit ka kaluar nga faza e ndërgjegjësimit në ato të ultimatumeve, duke u kujtuar banorëve të zonave rurale që përdorin zjarrin si mjet pastrimi në fusha, se përveç kodit penal, një VKM e 2 viteve më parë ndalon fermerëve ndezjen e zjarrit në tokat që i posedojnë ose i kanë në pronësi nga prilli deri në nëntor. Kurse gjatë periudhës nëntor-prill, djegja e mbeturinave veprimore bëhet pasi të miratohet leja nga autoritetet vendore. Në VKM përcaktohet edhe sipërfaqja ku duhet të kryhet djegja që nuk duhet të kalojë pjesën prej 5% të sipërfaqes së parcelës. Për zbatimin e këtij vendimi, bashkitë mund të aplikojnë përveç denoncimeve në polici e prokurori, edhe gjobat për fermerët zjarrvënës. Midis shumë pikave, në këtë plan masash janë parashikuar dhe fushata sensibilizuese dhe pikërisht bashkia ka vënë theksin tek masat parandaluese. Është më kollaj që të parandalosh sepse të shuash ose të luftosh për të fik një zjarr. Dhe ndër masat parandaluese është pikërisht sensibilizimi i fermerëve në lidhje me mosvënien e zjarrit. Në lidhje me ligjin 92-44 mbi mbrojtjen e tokës bujqësore ka dalë një VKM-ja 404 e 2 viteve të shkuara. Pikërisht në këtë ligj theksohet se asnjë pronar toke ose posedues toke nuk mund të ndezë zjarr në tokat e veta në periudhën 1 prill deri në 30 nëntor. Është kategorisht e ndaluar zjarrvënia dhe në tokën e vet. Pse? Edhe një zjarr i vogël në dukje mundet që për shkak të një pakujdesie sado të vogël mund të na shkaktojë dëme goxha të mëdha. Tani prioriteti ynë është parandalimi. Megjithatë, në qoftë se neve do kemi zjarre në territorin e Bashkisë Fier, ne i bëjmë dije gjithë poseduesit e tokave që në qoftë se do ketë zjarre në tokat e tyre, ata të gjithë që do ketë zjarrvënie do përballen me detyrimet e ligjit. Domethënë do ketë penalitete në bazë të legjislacionit në fuqi. Kodi penal parashikon dënime që fillojnë nga 8 deri në 10 vite burg për zjarrvënësit e fondit pyjor. Për zjarret që synojnë ndryshimin e kategorisë së tokës, ky dënim shkon deri në 15 vjet, kurse për rastet që shkaktojnë dëme të mëdha dhe pasoja në njerëz, dënimi maksimal është 20 vjet burg.